Nderuar zoti Kryeministër, i nderuar ambasadori i delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, nderuar partner, miq, të ftuar, kuptohet mes tyre UNOPS dhe Kombet e Bashkuara veçanërisht. Sot jemi në një ditë historike dhe pikërisht në këtë qytet historik, në këtë palimpsest strategjik qytetrimesh, në portën e madhe mes tokës shqiptare dhe detit, mes dhe lindjes dhe perëndimit. Durrësi është zemra e lirisë antike, dëshmia më e madhe e të shkuarës së lavdishme, por edhe një të ardhmeje që mëson nga e kaluara. Një qytet ku e shkuara nuk është pengesë, përkundrazi, një motor zhvillimi kulturor dhe ekonomik që nga viti në vit fton miliona vizitorë për ta zbuluar. Muzeu Arkeologjik është shembulli më i mirë i kësaj simbioze, por edhe një transformimi epokal dhe të paimagjinueshëm. Historia e këtij muzeu është si historia e Shqipërisë, ku godinës kanë dashur t'i rëmbejnë edhe titullin e pronësisë, të cilën me mundimja garantuam në vitin 2024. Një vend ku kishte më shumë grehina informale në obor se sa pavione muzeale brenda. Një muze nuk është vetëm një koleksion objektesh, është një kontratë publike, një marrëveshje e heshtur midis së shkuarës dhe tashmes. E në këtë kuptim, kontributi i arkeologëve shqiptar në këtë rrugtim ka qenë themelor dhe ndërtas pikat figura Evangel Toçit, i cili me këmbgulje dhe vizion i dha Durrësit një lexim të ri shkencor dhe një vetdije më të qartë për vlerat e tij. Puna e tij dhe e kolegëve nuk ishte thjesht një kërkim në terren, por ndërtimi një kulture tjetër kujtese që i reziston kohës. Nga hapja fillestare në mars të vitit 1951, ku objektet e para u vendosën në një vilë dykatëshe në Durrës, tek migrimi i vazhdueshëm i vendodhjes godinës gjatë viteve dhe deri në vitin 1999, kur objektet e ekspozitës dhe fondeve arkeologjike u transferuan pranë kësaj godine. Pas ndërhyrjeve të vitit 2010, trashëguam, ashtu siç trashëguam Shqipërinë e vitit 2013, jo mirë, trashëguam problematika që lidheshën me aksesueshmërinë dhe përdorimin, ashensor jo funksional, ekspozita që zhvillohej në katin përdes, ndërsa dy katet e sipërme ishin depozita. Probleme si mungesa e stabilitetit, sigurisë dhe informacionit lidhur me artefaktet e ekspozuara. Sot, kur bota flet për luftë, për armë, ne jemi mbledhur këtu dhe duhet jemi shumë krenar për këtë gjë, për t'i kthyer Durrësit dhe publikut një muze të ri, të restauruar plotësisht, thuajse të lindur prej fillimit, ku mbi 3200 artefakte, dhe këtu dua të them dhe atë që më tha Sabina pak më parë, sepse ishte një detaj që më bëri shumë përshtypje për ta ndarë me ju, ku ka artefakte që janë deri dhe 8500 vjet të vjetra. Imagjinoni se çfarë na pret për të vizituar dhe për të soditur brenda. Pra këto artefakte rrëfejnë në mënyrë të elegante të shkuara në pavionet e ri, dhe deri tek elementet e teknologjisë që mundsojnë udhëtimin në kohë brenda qytetit të gladiatorëve e të mbretëreshës të Ut. Nuk po inaugurojmë thjesht një ndërtesë, ne po riinterpretojmë një hapësirë për treguar historinë, qytetin, rajonin, Shqipërinë, një rrugtim aventuror në mjegullën e shekujve. Sepse Durrësi nuk është vetëm një hapësirë e jona urbane, është një arkiv i hapur mesdhetar, me rëndësi universale, ku çdo shtresë toke është një epokë. Dhe çdo objekt antik është një dëshmi unikale. Muzeu i ri tashmë, mund ta themi këtë, arkeologjik i Durrësit nuk do të jetë një godinë e heshtur, pasive, por një institucion ftues, aktiv, një muze që ndihmon shoqërinë të kuptojë veten në të tashmen dhe nuk flet vetëm për të kaluarën e ershme. Një laborator rrëfyes përmes aktivitetesh edukative të të rinjve dhe fëmijëve, jo si një depo e të shkuarës, por si një instrument inovativ dhe krijues për ta kuptuar atë. Pikërisht për këtë arsye kemi ristrukturuar dhe shtuar numrin e punonjësve në qendrën muzeore Durrës me 17 vet të tjerë, duke çuar në 33 numrin e personelit. Drejtori besoj gëzohet tani që po flas. Ku profesionet ralla, por shumë të domosdoshme, si restaurator, arkeolog, ciceron, do i bashkohen nevojave të reja të zbulimit dhe mikpritjes përmes promovimit të trashëgimisë kulturore dhe gjeneruar kështu mundësi tjera punësimi dhe programe bashkëpunimi edhe me universitetet akademike, studiusit, por edhe me komunitetin. Përsa e përket dinjës së re muzeale, koleksioni identifikon artikujt që nxjerrin në pat temat kryesore të narrativës muzeut dhe periudhat kryesore historike, si dhe parashikon të pasurojë dhe të përditësojë ekspozimin me gjetje
ku na pret edhe një gjetje e veçantë, spikat mbi të gjitha bukuroshja e Durrësit që tashmë është kthyer në shtëpi. Tani dua të falenderoj në mënyrë publike ekipin e madh të ekspertëve dhe profesionistëve, të cilët kanë qëmtuar me kujdes dhe me vizion të njëjtë largpamës investimin në sitet e trashëgimisë. Padyshim një falënderimi përzemërt dhe tejet mirënjohës shkon për programin e Bashkimit Evropian EU for Culture, që prej vitesh na qëndroi në krah ne si Shqipëri dhe sektorit të kulturës dhe trashëgimisë si një partner besnik dhe stoik në restaurimin e objekteve të së shkuarës dhe atyre që evokojnë historinë. Sidomos pas pasove nga tërmetet e vitit 2019, sepse Shqipëria është sot në pragun e antarësimit zyrtar në Union, por edhe sepse ne jemi në gjenezën dhe në zemrën e Europës, si një prej dëshmive më të hershme të qytetërimit evropian. Dua të shpreh mirënjohjen për gjitha hallkat pjesëmarrëse të institucioneve tona në projektet e EU for Culture, hartuesit e projekteve, bashkëpunëtorët dhe çdo kënd që ka dhënë kontribut në këtë proces të vështirë. E për Muzeun e Ri Arkeologjik që inaugurojmë sot, dua të falenderoj me radhë Institutin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore, Institutin Kombëtar të Regjistrimit të Trashëgimisë Kulturore, Qendër Muzeore Durrës, autorët Iris Pojani, Lorenz Bejko, Belisa Muka, Luan Përzhita, kuratoren Ylka Gjikopuli, ata që qëndruan në kantier, Sabina Veseli, Eda Andoni, Elvana Metalla, Gjergji Vinjahu, në veçanti Leila Haxhiç, që tashmë prej vitesh është më shumë se kur shqiptare. Rekonstruksioni që inaugurojmë sot nuk është thjesht restaurimi një ngrehine, është një rifillim dhe ne do të vijojmë me një provë gjenerale që e kemi nisur prej ditësh me punonjësit tanë, por tashmë për 15 ditë të tjera muzeu do të jetë i hapur për të mirëpritur pa pagesë të gjithë vizitorët e parë të etur për të rindërtuar edhe një herë hartën e lëvizjes dhe vizitave në këtë pasuri kulturore. Durrësi do të vijojë të jetë në qendrën e vëmendjes dhe vizionit të Shqipërisë 2030, nga Tit Durrës deri te plani i konservimit dhe gërmimeve arkeologjike për të riexuar amfiteatrin romak, nga zhvillimi i marinës së re turistike deri te porti i ri ndërkombëtar i Porto Romanos, nga ekurrudha e re që afron aeroportin e Rinasit dhe kryeqytetin, drejt një ansambli metropolitan detar që vlen e flet përtej tymnajave të vazhdueshme mbi punët e mira e të mëdha që po bëjmë. Durrësi është etiketa e zhvillimit, e rikthimit besimit dhe e mikpritjes së botës që vjen për ta zbuluar këtë vend ku natyra nuk është kursyer me begatinë e saj, ku çdo rrugicë ka një histori për të rrëfyer, ku takohen historia dhe turizmi, kultura dhe idet, si një muze i gjallë i kujtesës, por dhe i ndërgjegjes kombëtare që me sakrifica, krenari dhe dinjitet ndërton këtu një realitet modern në Ballkan. Ta gëzoj Durrësi, ta gëzoj Shqipëria, ta gëzojnë vizitorët dhe miqtë tanë që do të vinë, do të hynë në këtë muze nga 15 ditë pas provës parë që do të kemi me fazën pa pagesë. Faleminderit.